Kanë afro një muaj në Gjirokastër, vinë nga Spanja në kuadër të programit Erasmus+. Këta të rinj janë bashkuar stafit të zyrës së administrimit të Parkut Kombëtar Lumivjosës për të kryer praktikën profesionale sipas profileve që kanë zgjedhur, TIC dhe menaxhim. Eksperiencia ime këtu është vërtet shumë e mirë. Unë punoj si IT, kështu që merrem me problemet që mund të kenë me printera dhe problemet të tjera teknike që mund të hasen në kompjutera. Flasim anglisht zakonisht për të komunikuar, por përdorim edhe përkthyesin për fjalë që si kuptojmë gjatë komunikimit. Është një përvojë e shkëlqyer. Jam shumë i lumtur që jam këtu në Gjirokastër. Kjo ka qenë një përvojë shumë e vlefshme dhe frymëzuese për mua, pasi më ka dhënë mundësi të njoh nga afër një nga lumenjt më të veçantë në Europë, si edhe të punoj me një ekip të përkushtuar ndaj mbrojtjes së natyrës dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Aktualisht po punoj në krahasimin e bizneseve përgjatë Vjosës me bizneset që janë në Valencia, ide dhe praktika të mira mbi turizmin dhe zhvillimin e qëndrueshëm në Spanjë dhe Shqipëri. Një nga praktikat më të përhapura në Valencia është reduktimi i përdorimit të plastikës dhe përdorimi i energjisë rinovueshme, modele që mund të shërbejnë si shembuj të mirë dhe për zhvillimin e qëndrueshëm përgjatë Vjosës. Qëndrimi në qytetin e Gurt po e shfrytëzojnë edhe për të zbuluar traditat, historinë shqiptare duke shëtitur në zonat e tjera të qarkut. Më pëlqen jashtëzakonisht të udhëtoj dhe të zbuloj vende të bukura dhe kjo është një nga pjesët më të veçanta të kësaj eksperience. Gjatë kësaj kohe kemi udhëtuar edhe për shkak të punës, duke vizituar peizazhe mahnitse dhe vende plot histori. Gjithashtu kemi eksploruar edhe qytete më pranë Vjosës, si Tepelena, Përmeti dhe Memaliaj. Kemi patur mundësi të njohim më nga afër kulturën lokale, njerëzit dhe natyrën e kësaj zone. Kemi krijuar shumë kujtime të bukura dhe po e shfrytëzojmë në maksimum këtë eksperiencë të veçantë. Është një përvojë që jo vetëm të ndihmon profesionalisht, por edhe të mbetet gjatë në kujtesë për njerëzit që takon, vendet që zbulon dhe momentet që përjeton. Qyteti nga Vi, Kujoela, ka gjithashtu një kështjell, ndaj që në momentin e parë ndjeva një lidhje të veçantë me Gjirokastrën dhe atmosferën e saj historike. E vërteta është se po e shijoj shumë këtë eksperiencë. Qyteti ka një atmosferë shumë të gjallë dhe të këndshme, edhe pas orarit të punës, ndërsa njerëzit janë jashtëzakonisht mikpritës dhe miqësor. Kam ende shumë vende për të eksploruar, por ajo që më ka bërë më shumë përshtypje është ngjashmëria që ndjej mes njerëzve dhe atmosferës këtu me atë të Spanjës. Kjo më ka bërë të ndihem shumë komode dhe ta përjetoj këtë eksperiencë me shumë kënaqësi. Drejtoresha e zyrës së administrimit të Parkut Kombëtar Lumivjosës Edurina Guga thotë se kanë gjithë mbështetjen e stafit për të kaluar një eksperiencë të paharrueshme. Janë të angazhuar me punët e përditshme të zyrës së administrimit të Parkut Kombëtar Lumivjosa. Sipas profilit të tyre të studimeve, i kemi caktuar edhe detyra përkatëse. Jam e bindur që dhe për ta është një përvojë shumë e mirë, përvoja e shkëmbimit të përvojave të dijeve, dhe sidomos në një zyrë siç është kjo e jona, që është një zyrë relativisht e re, pra ne jemi krijuar vjet, ka informacione shumë interesante me të cilat ne punojmë, por edhe ata punojnë, dhe edhe janë integruar dhe janë bërë pjesë e stafit ton, njësoj sikurse janë stafi vendas. Kanë marrë pjesë në shumë aktivitete ndërgjegjësimi që ne kemi organizuar në teren. Duke marrë pjesë, ata kanë njohur edhe territorin ton më mirë dhe janë në gjendje që edhe ta përcjellin çfarë shohin dhe çfarë prekin këtu, edhe më tej tek miqtë e tyre që ndodhen në Spanjë. Po të njëjtën gjë në fakt kanë bërë partnerët tanë në Spanjë që kanë pritur studentët tanë aty dhe ne po bëjmë maksimumin që ata të ndihen të mirëpritur, të trajtuar ashtu siç duhet dhe të vlerësuar për kontributin që japin. Aktualisht në Gjirokastër janë 20 studentë spanjoll duke kryer praktikën profesionale në institucione dhe biznese të qytetit të Gurt.